Mirëmbrëma Sokol është një operacion në fakt i prokurisë së Tiranës në bashkëpunim edhe me autoritetet e huaja që i përket pikërisht mashtrimet përmes call centrave. Janë dy pika të call centrave, njëra e vendosur në rrugën e Kavajës, shumë pranë qendrës ku ne jemi pozicionuar tashmë, dhe një pikë tjetër e cila ndodhet në pranë kofshtit të zoologjik. Pra janë zbuluar dy pika call centeri ku dyshohet se operatorët e këtyre dy pikave dhe punonjësit e këtyre dy pikave zhvasnin në pikërisht edhe të huaj, konkretisht gjerman dhe austriak. Janë 9 masa sigurie që janë lëshuar në total nga ana e prokurisë së Tiranës dhe që janë firmosur nga gjykata e Tiranës. 7 prej tyre janë arrest në burg, ndërsa 2 masat të tjera ndalim i daljes jashtë vendit dhe detyrim paraqitje. Deri në këtë moment që ne flasim janë ekzekutuar 4 masa sigurie arrest në burg. Janë persona të cilat janë gjetur dhe pra janë gjetur në banesat e tyre pikërisht nga oficerët e policisë gjyqësore të cilat kanë asistuar në bashkëpunim me prokurorët e Tiranës që kanë asistuar në ekzekutimin e këtyre masave të sigurisë, ndërkohë që siç thash është njëra prej këtyre pikave të call centrit ndodhet në katin e 6 të këtij pallati ku ne ndodhemi në këtë moment në rrugën e Kavajës, aty ku ndodhen edhe forcat operacionale dhe pak më parë doli edhe prokuroria e çështjes zonja Rovena Zoto, e cila është prokuroria që po asiston këtë operacion i cili ka nisur në fakt që prej mesditës së sotme. Bëhet fjalë për një hetim në fakt Sokol i cili ka nisur prej 2 vitesh më parë nga autoritetet austriake, ku dyshohet se operatorët pra shtetat shqiptar të cilët operonin në këtë pikë call centri dhe në pikën tjetër që ndodhet në kofshin zoologjik. Alkeda ndjes që të ndërpres, ju tha që është prokurorja, pra këto pamje që ne shikojmë njëra prej dy zonjave është prokurorja e cila po heton çështjen? Atëherë, në pamje që ju po ndiqni në këtë moment në ekran, njëra prej tyre është zonja Rovena Zoto, prokuroria e çështjes, ndërsa tjetra është zonja Ervina Gjatë, zyrtare e lartë e policisë së shtetit, e cila ka ndihmuar prokurinë e Tiranës në ushtrimin e kontrolleve në këtë ambiente. Vetëm në katin e 6 të këtij pallati Sokol janë gjetur 60 punonjës, të cilat janë një pjesë e tyre janë shoqëruar në prokurinë e Tiranës, pra dhe në komisariatin e përkatëse për të marrë në pyetje në lidhje me këtë operacion, ndërkohë që vjon aktualisht operacioni nga ana e policisë së shtetit me qëllim ekzekutimin e masave të tjera të sigurisë. Si shtash, nga 9 masa në total, vetëm 4 prej tyre janë ekzekutuar deri në këtë moment. Në të dyja pikat janë gjetur pajisje të shumta elektronike, po ashtu edhe shumë aparash kesh, të cilat janë sekuestruar nga ana e prokurisë së Tiranës, do të bëhen pjesë e këtij hetimi tashmë. Është një hetim i cili ka nisur 2 vite më parë, si shtash një herë, megjithatë do të jetë prokuria e Tiranës ajo e cila do të shohë në rast se ka apo jo shtetas të tjerë shqiptar të implikuar në këtë çështje, apo në rast se kemi të bëjmë vetëm me këta persona që janë identifikuar deri në këtë fazë, do të ketë vetëm 9 masa sigurie, aq janë lëshuar ditën e sotme nga ana e prokurisë së Tiranës. Ajo që vlen të shtohet Sokol është fakti që dyshohet se ka patur një dekonspirim të operacionit për shkak se sa pika call centeri kanë patur informacion prej mëngjesit të sotëm për zhvillimin e këtij operacioni nga ana e prokurisë së Tiranës, dhe një pjesë e tyre në fakt kanë mbyllur zyrat që prej mëngjesit të sotëm dhe disa të tjerë janë zhvendosur, pra kanë zhvendosur zyrat e tyre në ambiente të tjera me qëllim për të shmangur një arrestim të mundshëm nga ana e prokurorisë. Megjithatë, deri në këtë moment Alkeda ti po thua që ka dyshime që ka dekonspirim të operacionit, pasi operacionit do i shështirën në qendra të tjera, pra call centre të tjera, cilat e kanë mbyllur aktivitetin si duket të paralajmëruara, nuk dihet nga kush që ka një operacion të SPAK dhe të policisë. Kjo është e para, pyetje që kam unë, dhe pyetja e dytë që kam unë është ideja është pse ka kaq shumë call centre të cilat merren me mashtrime, pra çfarë mode e re është kjo? Atëherë në fakt, Sokol sa i përket pyetjes tuaj të parë, se çfarë ka patur një dekonspirim të operacionit, të paktën këtë dyshime ka organi akuzës deri në këtë moment, pasi siç thash që kanë filluar kontrolle që prej mesditës së sotme, ndërkohë që një pjesë e call centrave që operojnë në kryeqytet janë njoftuar paraprakisht për këtë operacion i cili do të zhvillohet ditën e sotme nga ana e prokurisë së Tiranës, dhe për këtë pasojë janë mbyllur zyrat me largimin në këtë mënyrë edhe të punonjësve në mënyrë që të mos bëhej arrestimi i tyre. Megjithatë, kjo është hera e parë që shikojmë një skem të tillë apo një metodë të tillë, po themi që ndiqet nga call centrat. Kemi parë operacione të mëparshme që janë zhvilluar qoftë nga prokuria e kryeqytetit apo qoftë nga prokuria posaçme antikorrupsion, ku gjithnjë ka patur dekonspirime të operacioneve ku nuk janë kapur asnjëherë, po themi, drejtuesit kryesor të pikave të call centrave, por vetëm punonjës të thjeshtë të cilët kanë qenë operator, po themi, të këtyre zyrave dhe që janë vënë më vonë në akuzë qoftë nga prokuria e Tiranës apo qoftë edhe nga ana e prokurisë së posaçme.